mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lies? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree. 'Cause no matter what they do, they can never hurt you. 'Cause your soul will always be free. سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه. Gjumaja në jetën praktike të muslimanëve është një ditë shumë e rëndësishme. Për arsye se prej 7 ditëve të javës, Allahu i Madhruar e ka veçuar ditën e xumas, edhe kësaj e ka quajtur në Kur'an, kur të thëriteni, kur të ftoheni për namaz në ditën e xumas. Do të ndalesha te emërtimi i ditës së xumas, e cila e ka një simbolik në vete, edhe që për neve vërtet është dhe duhet të jetë domethënëse. Fjala xuma do të thotë është prej emërtimeve të cilat kanë për qëllim ose kanë kuptim tubimin e njerëzve, tubimin e muslimanëve. Mu për këtë arsye edhe vetë rituali i faljes së namazit të xumas është specifik, është i veçantë, nga se nuk ka mundësi të bëhet në vende tjera përveç se në xhami, dhe nuk ka mundësi të kryhet në formë tjetër përveç se duke u tubuar njerëzit së bashku. Madje edhe juridikisht dietarët islame kanë trajtuar se sa është limiti i poshtëm, numri më së paku në cilin zbën të ketë, do të thotë xhamat të xumas. Të gjitha këto nënkuptojnë se njerëzit muslimanët së paku një herë në javë duhet të tubohen, duhet të takohen, duhet të mlidhen së bashku për ta kryer një ritual bashkërisht. Në tjetrën anë i kemi edhe citate të ndryshme, fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilat gjithashtu flasin për xuman, po flasin edhe për namazin në xhamat, që do të thotë edhe faljen e namazeve tjera së bashku. Dhe kjo padyshim se e çet në shesh vlerën e takimit të muslimanëve. Kur ata takohen, s'ka dyshim se kur fizikisht takohen edhe zemrat e tyre afrohen, pastaj do të jenë në gjendje që të njihen më përafërmi për hallet e njëri tjetrit, pastaj trajtimi i temave që në mënyrë obligative bëhet edhe mbajtja nga ana e imamit e ligjëratës së xumas, e cila quhet hutbe, por edhe dëgjimi i hutbes që gjithashtu është obligativ nga ana e xhamatit, e që në një farë mënyrë i ka zavendësuar 2 rekatet e namazit të drekës. Gjithashtu është e gjithnjohur se namazi i xumas, do të thotë vetëm namazi ka 2 rekat, ndërsa dëgjimi i hutbes në një farë mënyrë është zavendësim i 2 rekateve tjera të namazit të drekës. Sidoqoftë, të gjitha këto rregulla të cilat kanë të bëjnë me namazin e xumas, në një apo në mënyrën tjetër flasin për vlerën e madhe të xumas, të cilën vërtet muslimanët duhet ta kenë parasysh gjithsesi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Sa përket pjesës
pjesëmarrjes së njerëzve në xhuma, kjo duhet të trajtohet nga dy aspekte kryesore. Aspekti i parë që gjithsesi është i rëndësishëm, është aspekti jo vetëm juridik, por më tepër se juridik është aspekti i simbolikës, që do të thotë se xhumaja duhet të falet edhe duhet të kryhet në një vend. Nuk bën të mbetet vendi, lagjja, xhamia pa u falur xhumaja. Ndërsa aspekti tjetër është aspekti individual apo personal i secilit njeri që vërtet duhet ta kuptojnë se është një obligim personal individual i secilit njeri i cili ka mundësi të përgjigjet thirrjes për ta falur namazin e xumas. Derisa në vendin ton kemi njerëz të cilët vërtet edhe në këtë mas, do të thotë, është dobësia apo ngecja në kontaktin e tyre me fen, respektivisht në të praktikuarit e tyre të fesë, atëherë ne si hoxhallar, si thirrës, ndodhemi para situatave të atilla që njerëzve kemi nevojë t'u bëjmë një ndamje, edhe pse juridikisht ndoshta nuk kemi shumë drejt, mirë po praktikisht do e mos po duhet me e bë një ndamje kur njeriu nuk falet. Do të thotë kur në jetën e tij nuk është falur, kur në jetën e tij nuk shkon në xhami, atëherë ne po fillojmë edhe një farë gradualiteti të cilin një farë mënyrë ja kemi përshkruar vetvetes ose ja kemi dhënë vetes këtë luks që të flasim në këtë drejtim, që spaku të fillojmë me faljen e namazit të xumas, e pastaj me kalimin e kohës kemi bindjen se ai njeri faktikisht do të vendos për t'i fal edhe kohë tjera të namazit. Për këtë arsye, unë shpesh herë them se njeriu prej mosfaljes, prej kohës edhe gjendjes në cilën kur nuk falet, kur nuk bie në sejdë, kur nuk përulet para Allahut fuqiplot, e deri te falja e xumas është një distancë. Pastaj është distanca tjetër prej faljes së xumas deri te praktikimi i 5 kohëve të namazit. Gjithashtu është një distancë. Megjithatë, unë mendoj se nëse njeriu prej zeros ka kalu deri te xumaja, e ka kryer një pjesë më të vështirë në jetën e tij. E ka bërë një ndrim shumë më të madh sesa prej xumas deri te 5 kohët e namazit, e cila ndoshta nëse e shikojmë me angazhim është shumë më shumë gjëra duhet t'i mësoj e kështu me radhë. Megjithatë, ai e ka thyer atë, e ka kaluar me një fjalë e ka fituar statusin e njeriu i cili falet, edhe me faljen e xumas. E pastaj deri te 5 kohët e namazit, edhe pse ndoshta është pak më vështirë, po megjithatë është një distancë e cila kalohet më lehtë sesa prej mosfaljes fare deri te falja e namazit të xumas. Në anën tjetër, xumaja është një medium nëpërmjet të cilit muslimanët informohen për çështjet e fesë, për realitetin në cilin jetojnë, për mënyrën e aplikimit të atyre mësimeve fetare në këtë realitet në cilin jetohet, edhe për këtë arsye ky duhet të jetë një motivim ekstra shtesë për ata njerëz të cilët nuk marrin pjesë në faljen e namazit të xumas. Subhanallah walhamdulillah wa la Sa i përket ndjenjave dhe emocioneve që përshkojnë ligjëruesin e xumas, ato vërtet janë të ndryshme dhe të lloj-llojshme. Ajo që dominon tek unë personalisht është ndjenja e përgjegjësisë, për arsye se kemi të bëjmë me një fjalim i cili duhet të përgatitet dhe për cilin duhet të përgatitet vetë ligjëruesi, por në anën tjetër ke të bëjësh edhe me përgjegjësinë e udhëheqjes, prirjes së një rituali i cili është fetar dhe të cilin në një farë mënyrë të gjithë ata njerëz të cilët vinë në xhami, prej gjithandej ata ta besojnë ty. Dhe çdo besim që vije prej jashtë, do të thotë prej jashtë qenies sate, ai padyshim se ty të rëndon akoma më tepër me përgjegjësinë e të tjerëve. Ata njerëz që vinë për të falur xuman pas teje, për të dëgjuar ligjëratën tënde, në një farë mënyrë ata tu kanë dorëzuar ty dhe atë që ata ta dorëzojnë ty është vëmendja e tyre për 20 minuta, 30 minuta dhe normal ti e ke autorizimin e pakufizuar që të bësh me vëmendjen e tyre atë që je i gatshëm të bësh ose atë që të dëshirosh. Për këtë arsye kjo e bën një gjë të tillë shumë të ndjeshme dhe shumë me përgjegjësi të madhe. Për këtë arsye unë gjatë gjithë javës jam në një farë mënyrë në presion të xumas, të ditës së xumas, e posaçërisht mund të them 2 ditët e fundit, e mërkura dhe e enjtja, për mua janë kohë në cilën derisa nuk falet namazi i xumas e ndij veten shumë në presion, jo për diçka tjetër, vetëm për arsye se vërtet është përgjegjësi që njeriu të ngritet mbi kokat e njerëzve, për arsye se ligjëruesi i xumas
edhe formalisht do të thotë ka pozicionin ashtu që këmbët e tija janë më lart se sa kokat e njerëzve, dhe kjo sa është privilegj, aq është edhe përgjegjësi për neve si njerëz, dhe këtë e përjetojmë vërtet shumë seriozisht. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah. Pastaj sfidë tjetër për mua personalisht është zgjedhja e temës së xumas. Dhe kjo ndoshta e okupon apo e merr më tepër se gjysmën e preokupimit tim. Ndoshta 60-70% preokupimit gjatë gjithë kohës e kam cila është tema cilën duhet ta zgjedh që të ligjëroj për javën e ardhshme. Dhe kjo padyshim se nuk të them merr kohë, por merr mund, merr mendim, meditim, nganjëherë konsulta, nganjëherë edhe shfletim, pse jo, do të thotë që njeriu të orientohet për një temë të caktuar. E kur ndodh përzgjedhja e temës, pastaj mbetet ta quaj kushtimisht ana teknike e përgatitjes së temës ose përgatitjes së ligjëratës së xumas, e cila nganjëherë merr kohë, varësisht prej temës e cila do të thotë trajtohet, nga se faktorët që ndikojnë në përzgjedhjen e temës kryesisht janë faktori i diturisë, do të thotë, ose faktori i informatave të cilat dojmë t'ia përcjellim xhamatit, pastaj faktori i aktualitetit, ndonjë ngjarje e cila ka nevojë të komentohet, edhe faktori i tretë që është i kthehet secilit ligjërues në veten e tij, do të thotë përgatitja e tij profesionale. Këta tre faktor kur e përbën një tansi, atëherë s'ka dyshim se unë konsideroj se një ligjërues mund të jetë i suksesshëm. Në anën tjetër, disa tema nganjëherë janë shumë më të lehta për të nxjerrur nga vetë bagazhi i ligjëruesit, dhe për to ndoshta nuk nevojitet ndonjë përgatitje shumë e madhe, ndërsa disa tjera mund të jenë pak më të largëta, edhe për to normalisht se nevojitet një angazhim pakës më i veçantë. Mirë po në përgjithësi, do të thotë të arriturat teknologjike në këtë kohë e kanë lehtësuar shumë edhe hulumtimin, edhe do të thotë arritjen deri te informatat, arritjen deri te nxjerrja e citateve burimore, sikurse janë hadithet ose ajetet e Kuranit ose hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo edhe mendimet dhe komentet e dietarëve lidhur me ato, kështu që përgatitja e temës së xumas merr kohë, po megjithatë nëse tema është përzgjedhur ashtu si duhet, mendoj se pjesa tjetër është shumë më e lehtë. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lies? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone and every tree